Генералниот секретар на ДУИ Арбер Адеми во синокешната емисија Клик Плюс остро реагираше на рефератот подготвен од Уставниот суд за Законот за употреба на јазиците, кој според него го масакрира албанскиот јазик и сериозно го загрозува Законот за употреба на јазиците. Со ова, според Адеми, се оспоруваат речиси сите членови, освен оној што го утврдува македонскиот како службен јазик. Ky referat e masakron gjuhën shqipe. 18 dispozita të abrogohen. 18 dispozita në 9 nene. Ligji për gjuhën në bazë të iniciativeve të dorëzuara ka patur sulm që të shfuqizohet në tërësi, po dhe të shfuqizohet komplet ligji për përdorimin e gjuhëve. Jo vetëm disa nene të ligjit për përdorimin e gjuhëve. Po e them, mbi 2 baza është sulmuar ligji për gjuhën. Gjitha nenat janë kontestu, para mendojnë vetë, e di cili nen s'është kontestu. Neni 1, paragrafi 1, ku thot gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë është gjuha maqedonase dhe shkrimi i saj cirilik. Tek ligji për gjuhët. Do më thamë vetëm neni 1, paragrafi 1. Po. Gjitha nenat tjera në iniciativa i kanë sulmu. Dhe gjyqtarja referuese kështu e përgadit landar. 18 dispozita kërkon që të shfuqizohen. Në 9 nene, për shembull, në nenin 1, paragrafi 2, ku thuhet fjalët gjuha shqipe, kërkon që të shfuqizohet. Të nenin 1, paragrafi 2, thot gjuhë tjetër që e flasin së paku 20% e qytetarëve në klapa gjuha shqipe, e këtë në klapa ka thonë të shfuqizohet. Адеми ги повика институциите да ги зачуваат овие права, нагласувајќи дека се стекнати со жртва. Тој ги обвини албанските представници во владата дека действуваат во корист на ВМРО ДПМН. Според него и Уставниот суд не одлучува врз професионални основи, туку следи политичка агенда. Kjo i bie sikur se në 89-ën, kur është abrogu kushtetuta e Kosovës, me pas dalë Raman Morina, me pas thonë, e diçka, u abrogu autonomia, se autonomia nuk është pavarësi, e ne do të bojmë pavarësi. Por zotri, ruje autonomin ti, edhe këta zotrin këtu, ruje një këtë, se kjo me gjak është fitu. Edhe jo tash me artu me bo veglën e vëmëro DPMN-s, me a bo avokatin djallit, me a bo avokatin vëmëro DPMN-s. Kjo iniciativ për shkak të zgjedhjeve, apo? Por gjykata kushtetuese vendimet i merë në basë situatës politike, a? Po kjo pikrisht e thot atë që ne po e themi, se gjykata kushtetuese nuk po gjykon në bazë të argumenteve profesionale, nuk po e vlerëson kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë, po e realizon programin e VMRO DPMN-s dhe të oligarkisë maqedonase. Dhe këta të vlenit janë shndru në marionet që po ja bëjnë avokatin. Според Адеми, амандманот 5 од Уставот гарантира употреба на јазикот што го зборуваат над 20% од граѓаните и дозволува негово уредување со закон. И токму врз таа основа, како што нагласи тој, е донесен и Законот за јазици од законодавецот. Врз основа на овие одредби, Адеми смета дека Уставниот суд треба да се прогласи за ненадлежен за ова прашање.